Është mesi i natës, një fëmijë i vogël refuzon të flejë gjumë. Bërtet qan, plotësisht i zgjuar, sytë e hapur, nëna e cila është qartazi në kufit e durimit, i thot fëmijës: "Mirë pra, me që do të rish zgjuar, vishemi dhe dalim." E nxjerr fëmijën në rrugë në orën 3 të mëngjesit dhe ecin deri në orën 6. 3 orë. Dhe vjen një moment që fëmia lutet të kthehet në shtëpi. "Qan, mami, jo, mu lodhën këmbët, dua shtratin, dua të kthehem në shtëpi." Dhe nëna vazhdon të ecë. Kjo është një ndodhi që tregon abuzimin e pastër të prindit me pushtetin. Dhe në këtë video do të shohim cila është zgjidhja logjike e kësaj situate me fëmijën. Fjalët tona kyçe për sot janë dy: pushtet dhe prindërim. Jemi në vitin 2026, prindërit tashmë janë ndërgjegjësuar për diçka shumë themelore, se ushtrimi i pushtetit, dominues, urdhërues, bëje kështu se të thashon, dënues pra, është jo vetëm toksik, por rrezikon ta marrë në qafë fëmijën bashkë me të ardhmen e vet. Dhe pas këtij ndërgjegjësimi ka lindur një problem i ri, akoma më i madh, sepse prindërit tani janë zhvendosur nga njëri ekstrem në ekstremin tjetër të prindërimit, pa asnjë marrëdhënie pushteti me fëmijën. I keni dëgjuar vetë kur thonë: "Vajza ime është shoqja ime e ngushtë, djali im është shoku im më i mirë, jemi të barabartë pra." Pushteti i prindit nuk është fare në ekuacion. Ky qëndrim alergjik ndaj pushtetit tani po kthehet në bumerang. Pse në bumerang? Sepse tani nuk po rrisim më fëmijë të nënshtruar si më parë, por diçka që është akoma më e keqe se aq. Po rrisin fëmijë të shqetësuar në ankth. Kur prindërit heqin dorë nga pushteti i tyre, kur refuzojnë të jenë figura autoritare sepse duan të pëlqehen, nuk po e çlirojnë fëmijën, po e trembin. Tani dikush me drejt mund thojnë: "Si po e tremb fëmijën unë nëse unë e trajtoj si shok apo si shoqe?" Tani gjë me kujdes në këtë pikë, sepse kjo mund të duket shumë kundërintuitive. Fëmia yt dëshiron që ti të jesh shefi ose shefja. Edhe pse kur shikoni kapriçot e fëmijëve atje në supermarket, e keni pak të zorshme ta besoni këtë që po them. Fëmia mund të mos e dëshirojë pra autoritetin e prindit në atë moment në supermarket, por biologjikisht ka nevojë për të. Duhet ta mendosh këtë gjë kështu, në këtë mënyrë. Thellë brenda tyre, fëmijët e dinë se janë të vegjël, të brisht, të cënueshëm dhe plotësisht të paditur për mënyrën se si funksionon bota. Pra, nëse personi përgjegjës për t'i mbajtur gjallë sillet si i barabartë me ta, ose akoma më keq, sillet sikur nuk di çfarë të bëj, bota bëhet thjesht një vend i frikshëm për fëmijën. Pra, nuk po flasim për të bërë diktator këtu. Kjo që po flas unë është një nuancë specifike e pushtetit. Është krejt tjetër. Nuk është pra pushtet dominues mbi ty, pushtet që mbyt. Është pushtet mbrojtës. Është pushteti për të krijuar një bazë të sigurt. Dhe kjo nuk ka të bëjë me të qenit një prind i përsosur, as pak. As nuk të duhet të jesh një robot, duhet vetëm të kuptosh arkitekturën e sigurisë. Okej? Pra, le të gërmojmë pak në atë kurthin e trajtimit të fëmijës si shok ose si shoqe, sepse më mendja është qëllimi shumë prej atyre që po na dëgjojnë. I keni para të nënët në Instagram që janë thjesht mike të ngushta me fëmijët e tyre të vegjël? Pse është gjë e rrezikshme kjo që po bëjnë? Tingëllon e bukur në video, apo jo? Kur e sheh duket e bukur barazia e këto gjëra të tjera me radhë. Por duhet ta mendosh strukturalisht. Në një marrëdhënie terapie, psikolog klient ose mësues nxënës për shembull, ka një diferencë të brenda shkruar pushteti midis palëve. Dhe ligji ndërhyn për të mbrojtur palën më të dobët pra nxënësin ose klientin, sepse ata nuk janë të barabartë. Ekzistojnë kode etike pra. Tani, në dhomën tuaj të ndenjes nuk ka asnjë bord etike, jeni vetëm ti dhe fëmia. Pra, nëse përpiqeni ta rrafshoni këtë hierarki dhe të thoni jemi të barabartë, po hiqni pikërisht këtë mbrojtjen strukturore nga e cila varet fëmia. Çfarë i ndodh fëmijës në atë vakum që krijohet? Fillon të punojë për ty. Nëse ju nuk jeni udhëheqësi, fëmia hap thesin pastaj. Ata bëhen ajo që psikologët e quajnë koshi i emocioneve. Prindi thjesht shkarkon ndjenjat e tij pa siguritë streset e tij mbi fëmijën. Çfarë mendon se duhet bëjmë? Ose mami është kaq e lodhur në këto momente, mami është kaq e trishtuar, a mund të më bësh të ndihem mirë? Po e shndërroni pra një 6 vjeçar në një këshilltar martese. Dhe kjo është një barë dërmuese
për një fëmijë. Nuk duhet të shqetësohen ata për rregullimin tuaj emocional, sepse fëmia ka mjaft vështirësi vetat duke rregulluar dëshirat e tyre për të ngrënë, për shkollën, për detyrat e tjera me radhë. Nëse unë jam kapiteni i anijes dhe sapo godet stuhia, unë kthehem nga ekuipazhi dhe nga pasagerët dhe them dhe bërtas me të madhe, nuk e di çfarë të bëj, drejtojeni ju tani anijen, po fundosemi të gjithë. Dhe kjo na çon që të kuptojmë tani atë qëllimin e vërtetë të këtij lloji autoriteti për cilin po flas. Autoriteti nuk është të klonojmë veten tonë që fëmia të bëhet si unë. Nuk është ta detyrosh fëmijën të jetë ai që prindi do, apo që fëmia të plotësojë ëndrat që prindi ka pasur për veten dikur. Është të ruash perimetrin që ai të zbulojë se kush është në këtë perimetrin e sigurisë. Ka një metaforë të bukur që e ilustron këtë koncept, është ajo e dallëndyshes me shqiponjen. Imagjino një dallëndyshe që ndërton folen e saj, nën strej, qëndron afër, i pëlqen struktura, është shtëpiake dallëndyshja pra. Tani imagjino një shqiponjë. Ajo ka nevojë për shkëmbim, ka nevojë për era të forta, për hapësira të mëdha për të fluturuar. Dhe problemi është që kur një prind shqiponjë, ka një fëmijë dallëndyshe ose anasjelltas, nëse ke një fëmijë shqiponjë të guximshëm, të zhurmshëm, të pavarur dhe përpiqesh ta detyrosh të jetojë nën stres, sepse aty ndihesh i sigurt ti, po i pret krahet. Po përdor fuqinë tënde pra për të shtypur natyrën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Nëse ke një fëmijë dallëndyshe që ka nevojë për atë ngushëllimin, për afërsi dhe ti thjesht e shtyn nga shkëmbi duke i thënë fluturo shqipe, bëhu i lirë, sapo i shkaktove një traumë të pashlyeshme. Pra, autoriteti i vërtet, kjo fuqi e vetëdijshme për cilën po flasim, është të kesh horizontin mendor për ta parë fëmijën ashtu siç është. E kundërta e kësaj është shantazhi moral. E gjitha ajo historia që pas gjitha të gjërave që unë kam bërë për ty, që unë bëra për ty, edhe ti tani bën kështu. Ti tani bëre këtë, ti tani zgjodhe këtë rrugë jete. Është abuzim me pushtetin, po e përdor historinë tënde të përkujdesit si armë për të kontrolluar të ardhmen e tyre. Një prind që dëshiron të shërbejë si bazë e sigurt, thjesht nuk e bën këtë. Tani le të sqarojmë pak këtë termin bazë e sigurt, sepse tingëllon pak akademik. Por ky imazhi që shihni e bën krejt të qartë për çfarë kam fjalën. Duart këtu përfaqësojnë prindin. Ka 4 tipare kryesore që i bëjnë ato duar një bazë të sigurt. Janë të mëdha, janë më të forta, janë më të mençura dhe janë më të dashura. Dhe kjo e fundit të dashura e ndryshon tërësisht lojën, sepse më të mëdha, më të forta, më të mençura, po nuk pat mirësi, po nuk pat dashuri, është thjesht një prind bullizues, një tiran. Nëse janë më të mëdha dhe më të forta se ti, por unë nuk jam i mirë si prind, ti thjesht ke frikë prej meje. Gjithashtu, nëse unë jam i mirë, i dashur, por nuk jam as i madh, as i fort, jam i dobët pra, jam i pa dobishëm në kohë krizash, je i dashur pra, por nuk mund të më mbrosh. Fëmia ka nevojë për këtë kuaternitet pra, për të katërta këto komponent. Duhet ta di thellë në brendësinë e tij se prindi im është një gjigant që mund të ndaloj botën të mos më dëmtoj mua, por kurrë nuk do ta përdor atë forcë gjigante kundër meje. Dhe paradoksi është këtu. Sekret arsyeja pse ekziston kjo bazë sigurie është pikërisht që fëmia të mund ta lërë atë, të shkëputet prej saj. Është pista e nisjes avionit pra. Nëse baza është e sigurt, fëmia zhvillon ato që quhet dëshirë e fuqishme për të eksploruar. Vrapojnë, riskojnë, marrin rreziqe, bëjnë miq, gërvishtin gjunjët dhe e dinë instinktivisht se kur të kthehen, duart përqafuese janë aty për ta. Duart pra nuk janë të mbyllura grusht, duke mbërthyer. As nuk e shtyn fëmijës për t'i thënë lam të mirë, vazhdo rrugën tënde. Janë të hapura dhe nuk thonë pse nuk bëre ashtu siç thashun, por thonë mirë se erdhe. Jam këtu për ty. Pra si i ndërtojmë ne këto duart mikpritse për fëmijën? Sepse në praktik kjo gjë do të thotë vendosje e kufive. Dhe më merr mendja se fjala kufi është një tjetër fjalë që keq kuptohet gjërësisht. Disa prindër mendojnë se vendosja e kufive do thotë ti ta bësh fëmijën të jetë i bindur, të bindet. Ky është një keq kuptim shumë i madh. Mendojnë se vendosja e një kufiri do të thotë ti do të bësh çfarë them unë. Jo. Kufit kanë të bëjnë me mbrojtjen, ka të bëj me të njëjtën arsye pse bujku vendos gardhin që të mbrojë gjën e gjallë.
Prindi vendos kufi për të parandaluar që fëmia të mos mbajë mbi supe një barr për cilën nuk është i gatshëm nga pikpamja zhvillimore. Dhe prindi vendos kufi për të garantuar që fëmia në asnjë rast nuk do të mbajë mbi supe një barr apo rrezik që të i kalon moshën e tij. Ekzistojnë 3 parime specifike se si vendoset një kufi me fëmijën. Principi i parë i vendosjes së një kufiri është siguria dhe pakthyeshmëria. Kjo është ajo pjesa e cilën nuk mund të bëhet asnjë kompromis. Këto janë gjëra për cilat fëmia nuk ka të drejta zgjedhjeje, si për shembull sedilja e makinës, ose siç është vrapimi në rrugë, ose kalimi i rrugës. Pra parimi kryesor është ky. Nëse një sjellje shkakton dëm fizik ose ka pasoja të pakthyeshme, fëmia nuk ka asnjë të drejtë zgjedhjeje. Nuk mund të negociosh me një 3 vjeçar nëse dëshiron të jap dorën apo jo në një parkim. Nuk i thua ti një fëmijë 3 vjeçar, "Ej shoku, hapi syt se mos të godet në një makinë. Ec me kujdes." Jo, thjesht i merr dorën. I merr dorën sepse nëse i lejon të zgjedhin dhe nëse zgjedhin gabim pastaj, pasoja është vdekja ose lëndim i rënd. Dhe kjo është më tepër përgjegjësi për një tru në zhvillim të një 3 vjeçari. Ata nuk mund ta mbajnë këtë përgjegjësi dhe ju nuk ua jepni këtë përgjegjësi. Nëse ua jepni atë zgjedhje, je prind neglizhent. Nuk po u jep liri, po u jep ankth. Parimi i dytë, dinjiteti dhe normat shoqërore. Kjo ka të bëjë me të drejtat e tjerëve. Nuk lejohen pra goditje, kafshime, pështym, tërheqje flokësh apo shkatrimi pronës së tjetrit. Kjo tingëllon si edukatë elementare, por shkon më thellë se kaq. Paksa, sepse ka të bëjë me imitimin. Materialet referuese thonë se nëse një fëmijë është vazhdimisht mos respektues, godet, shan, duhet të shikojmë mjedisin e tij. Sepse fëmijët janë imitues të shkëlqyer. Nuk mund t'i vendosësh kufi një fëmije për mungesë respekti nëse ti vetë po shfaq mungesë respekti me pushtetin tënd. Pra nëse po i bërtas fëmijës tim në përditshmëri, nuk ka logjik pastaj që unë t'i kërkoj fëmijës tim që të mos u bërtas të tjerëve. Sepse tashme unë i kam mësuar fëmijës tim se bërtitja është ajo që bëjnë njerëzit e rritur për të marrë atë çfarë duan. Parimi i tretë. Dhe ky është ai që unë mendoj se ndodh me 90% të zënkave dhe fërkimeve në shtëpi, që është ushtrimi i zgjedhjes brenda kufive. Kjo është ajo e mesmja e artë. Kjo vlen për gjëra si gjumi, dieta, koha e ekranit, higjiena. Këto janë të gjitha fusha ku fëmia duhet të mësojë vetë rregullimin, por nuk është ende i gatshëm të drejtojë automjetin, pra. Ka një rregull. Pra as nuk po i themi fëmijës bëj çfarë të duash, por as nuk po i themi gjithashtu nuk ke asnjë të drejtë fjale, asnjë të drejtë zgjedhje. Ti pra si prind po vendos perimetrin, kufirin, gardhin, dhe pastaj ata kanë liri brenda atij perimetri. Okej? Ta jap me shembull konkret. Marrim iPadin. Kufiri është ke 30 minuta kohë ekrani ose ke 1 orë kohë ekrani. Liria është pra që mund të shikosh brenda këtij kufiri, liria është që mund të shohësh YouTube, Minecraft, si të kesh dëshirë ti. Ose tek ushqimi. Kufiri është nuk ham sheqerna në darkë. Liria brenda atij kufiri është që nëse nuk dëshiron të hash brokolin, e respektoj shijen tënde, por nuk mund ta zëvendësosh brokolin me patatina ose çokoladë. Pra ti po mban enën, nuk po ua shtypni ushqimin në gryk. Kjo do të ishte shkelje, por as nuk po i lejoni të dëmtojnë shëndetin e tyre, sepse kjo do të ishte prap neglizhencë. Po menaxhoni pra mjedisin që ata të mund të praktikojnë zgjedhjet pa lejuar që rreziqet të jenë shumë të larta mbi moshën e tyre. Tani çfarë ndodh kur fëmijët e urrejnë atë enën, kufirin, gardhin pra që vendos prindi, sepse në një pikë apo një tjetër kjo do ndodhi, do ta urrejnë patjetër, do ta godasin, do të thyejnë gjëra, do të rebelohen. Dhe tani erdhi momenti të rikthehemi asaj historisë me shëtitjen në orën 3 të mëngjesit. Okej, tash para të gjithave duhet t'i japim një përqafim asaj nëne, pse jo ndoshta edhe një kafe, sepse të gjithë prindërit kanë qenë në atë gjendje psikoze, sfilitje nga mungesa e gjumit ku thjesht je i këputesh dhe s'ke durim për asgjë. Por ama të ecesh me një fëmijë të vogël për 3 orë në errësirë, kjo është nivel tjetër. Ky është ai që ekspertët e quajnë hakmarrje me pushtet. Është thjesht hakmarrje. Është prindi i angazhuar në një luftë fuqie vetëm për të provuar pikëveshtrimin e saj. Në teksti i asaj dinamike është ky.
Ti më kundërvure, nuk deshe të flesh, mirë atëhere, do të tregoj se sa shumë ke nevojë për gjumë, do të bëj të vuash që të mësosh. Por a mëson fëmia në të vërtetë nga kjo lloj sistemi, nga kjo lloj didaktike? Shikoni ku është mbrapshtia me këtë model sjelljeje. Biologjikisht truri një fëmie të vogël nuk mund të bëjë lidhjen midis refuzova të mbyll syt në orën 3 dhe më dhembin këmbët në orën 5. Thjesht nuk e kanë funksionin ekzekutiv për t'i lidhur këto gjëra siç e kanë të rriturit. Pra, çfarë mësojnë fëmijët në vend të kësaj? Gjithçka që ata mësojnë është kjo. Baza ime e sigurt është ndërrua në një përbindësh. Mami është e frikshme, bota është e errët, e ftohtë dhe unë nuk jam as pak i sigurt. Pra, si duhet ta trajtoj prindin një situatë të tillë? Një prind që dëshiron të shërbejë si bazë sigurt, e përballon atë ferrin e orës 3 të natës në çfarë mënyre pra? Sepse as nuk mund t'i lësh fëmijët të rrinë zgjuar tërë natën ore. Këtu hyn pushteti mbrojtës pra dhe orientues. Kufiri është i vendosur pra, nuk ndryshohet, dhe ti thua fëmijës, është natë, nuk dalim, është errët, nuk del askush në këtë orar. Pastaj fëmia bërtet, normal do bërtas. Dhe ti e lejon fëmijën të bërtas. E ruan kufirin, por e lejon të bërtas. Dhe kjo është shumë thelbësore, sepse ti po e konfirmon ndjenjen e tyre plotësisht, duke i thënë, e di se nuk ke dëshirë për gjumë, e di që je i frustruar, mami është këtu për ty, do të mbaj të përqafuar derisa të qetësohesh. Nuk e ndërshkon ndjenjen e fëmijës pra, kur nuk e ndërshkon ndjenjen, por ndihmoni që ata ta rregullojnë ndjesinë e tyre. Pra, ju si prind u ahuazoni sistemin tuaj nervor të qetë, sepse ata nuk kanë ende të qetë të tyrin. Ti je shkëmbi në stuhi, nuk bëhesh vetë stuhia. Ai dallimi i holl pra midis ruajtjes së vijës së kufirit dhe ndjesisë, konfirmimit të ndjesisë së fëmijës pa e ndëshkuar është thelbi i gjithçkaje këtu. Në gjuhën e trurit, në të vërtetë, fëmia nuk po kërkon të dalë jashtë ose të rrisë zgjuar. Edhe pse thot ashtu me fjalë, në fakt po kërkon të qetësoj sistemin e tij nervor. Dhe sistemi nervor i fëmijës nuk qetësohet duke ndërshkuar ndjenjen e fëmijës, ndjesitë e tij, me shpresën se kështu do të qetësosh sistemin tënd nervor si prind, duke ndërshkuar fëmijën. Dhe kjo na çon drejt për drejt tek një dallim tjetër thelbësor, që është ai midis pasojave dhe ndëshkimit. Kam një dyshim se shumë njerëz i përdorin fjalët pasojë dhe ndëshkim në mënyrë të përkëmbyeshme, sikur janë në njëjta gjë, por në fakt janë dy mjete krejtësisht të ndryshme. Ndëshkimi ka të bëjë me frikën, ka të bëjë me shkaktimin e dhimbjes emocionale ose fizike për të detyruar në nështrim. Pasojat kanë të bëjnë me logjikën dhe mësimin. Dhe materiali referues ka një listë të gjërave të cilat nuk mund të klasifikohen si pasoja, gjëra që janë thjesht të dëmshme drejt për drejt. Vija kuqe pra është kjo, kur nuk mund t'i privoni fëmijët nga nevojat bazë, nga ushqimi, nga gjumi, nga siguria, nga prania, dashuria. Këto nuk mund të jenë ndëshkime as pasoja në marrëdhënien e prindrit me fëmijën. Kur nuk mund të përdorni ndëshkimin trupor. Dhe më e madhja, kur nuk përdor heshtjen ndëshkuese ose trajtimin me heshtje dhe silent treatment, dënimin me heshtje të fëmijës. Pra, unë nuk po të flas tani ty. Duket pasive pra, diçka jo shumë e dëmshme, por është në fakt shumë agresive, sepse është braktisje emocionale. Për një fëmijë mbi jetesa të cilit varet biologjikisht nga lidhja me prindin, heshtja ndëshkuese thot ti nuk ekziston. E vendos fëmijën pra në një gjendje paniku të padurueshme. E thyen këtë bazën e sigurt më njëherë. Okej? Pra cilat janë karakteristikat tipare që e bëjnë të vlefshme diçka për të konsideruar si pasojë. Ka 3 teste. E para, pasoja duhet të ketë kuptim logjik. Nëse hodhë një lodër, lodra largohet. Kjo është logjike. Nuk i mohojmë pra çokoladën sepse fëmia ishte i ngadalë për të veshur kpucët. Kjo është arbitrare. Nuk ka kuptim që një republik të ketë një kod penal ku një shofer, për shembull, për një parkim të gabuar, të dënohet me nxjerrje kromi në mal. Pra ekziston një proporcionalitet me natyrën e shkeljes. Jo shkelja të ketë një natyrë dhe pasoja të ketë një natyrë krejt tjetër. Lozë 2 orë më shumë se ç'duhet me PlayStation? Atëherë okay, nesër të zbriten 3 orë nga koha jote me PlayStation.
logjike. E dyta, pasoja duhet të jetë e parashikueshme, pa surpriza. Fëmijët marrin hov zhvillimor në rrethana që mund t'i parashikojnë me lehtësi, nëse prindi shpërthen papritmas dhe ja ndalon fëmijës televizionin për një javë për shkak të një rregulli që kurrë nuk e kishte shprehur më parë, ky është terror, nuk është prindërim. Ose nëse prindi bën dy reagime të ndryshme ndaj të njëjtit stimul. Për shembull, nëse një rast fëmia prek smartphone-in tuaj dhe ju reagoni me indiferencë, edhe një ditë tjetër, një rast tjetër fëmia prek smartphone-in tuaj dhe ju reagoni me tërbim. Pra kemi dy reagime të skajshme ndaj të njëjtit stimul. As ky nuk është prindërim, është përkufizimi i terrorit. Jepet një paralajmërim, pra, paraprakisht, nëse bën X, atëherë do të ndodhë Y, që fëmia e di. Dhe e treta, pasoja duhet të jetë e kthyeshme, e riparueshme, pra. Pra, përmbushja e pasojës e rikthen normalitetin midis nesh, prind, fëmijë. U jep shpresë, pra, mund të thuash që sot nuk do të lozësh me iPadin, por nuk mund të thuash do e humbësh iPadin për gjithmonë sepse do ta bëj copash. Kur thua për gjithmonë krijon dëshpërim. Kur thua për sot krijon një qëllim për nesër. I tregon fëmijës pra që bëre një gabim, e pagove gjobën dhe pastaj jemi mirë bashkë sërish. Gjithçka u rregullua. Nuk është se ti je një person i keq. Kishe thjesht një moment të keq dhe tani e rregullove. Dhe tani është momenti që të vim akoma më shumë në kontakt me realitetin. Sepse zbatimi i këtyre parimeve që thash më sipër, të qëndrosh i qetë, të jesh logjik, të mos hakmerrësh në orën 3 të mëngjesit, kjo kërkon që prindi të jetë një mjeshtër zen, të jetë një mjeshtër si një murg budist që nuk e prekin emocionet fare, që është puna më e vështirë në botë. Nuk thuhet kot që për të rritur një fëmijë duhet një fshat i tërë. Urtësia nga librat e shenjtë thotë se ai që sundon shpirtin e tij është më i mirë se ai që merr një qytet. Dhe rritja e fëmijëve është në thelb një kamp stërvitjeje për sundimin e shpirtit tënd si prind. Duhet pra ta vësh maskën e oksigjenit të frymëmarrjes ti i pari për veten tënde si prind. Nëse hyni në një situatë disiplinore, ndërkohë që jeni të tërbuar, pothuajse me siguri do ta ndëshkoni fëmijën më tepër. Do të rrëshqasësh detyrimisht në hakmarrje. Duhet të largoheni pra, të merrni frym, të rregulloni veten fillimisht, pastaj mund të merreni me fëmijën. Dhe kur gjithçka ka mbaruar, kur lodhet janë tharë, koha jashtë ka përfunduar, lodra është kthyer, ka edhe një hap të fundit thelbësor që duhet të ndërmarrës si prind, që është riparimi. Riparimi është magjia e marrëdhënies prind-fëmijë. Është më i rëndësishëm se sa vetë rregulli. Si duket një marrëdhënie riparimi në realitet? Ta jap me shembuj tani, bëhemi konkret. Nuk është thjesht murmuritja e një "më fal". Është një rikalibrim fiziologjik midis të dyve, midis dy trupave, prindit dhe fëmijës. Duhet t'i sinjalizosh pra sistemit nervor të fëmijës që serioziteti ka kaluar tani. Unë jam sërish ajo baza jote e sigurt. Mund të jetë edhe fizik, përqafime, kontakti me sy, ndryshimin e tonin e zërit, dhe duhet të provosh pra të fëmia yt se marrëdhënia midis jush është më e madhe dhe më e fortë se sa gabimi. Nëse qarku nuk mbyllet me riparim, nëse prindi vazhdon që ndron i ftohtë ose nëse shpërthen sërish 2 orë më vonë, akoma i kam nervat në qiell, akoma jam me nerva për atë që bëre, atëherë fëmia mbetet në gjendje alert, mbijetese. Sistemi nervor është i tërbuar i fëmijës. Nuk mund të mësoj në këtë situatë, nuk mund të relaksohet dhe nuk mund të besoj asgjë. Aq më pak ty. Ajo fraza që thash më lart, marrëdhënia jonë është më e madhe se gabimi që bëre, është diçka që çdo prind duhet ta bëjë tatuazh në tru. Në fakt, ky parim vlen në gjitha fushat e jetës. Ta mendosh, në martesë, miqësi, në punë, nëse gabon, atë përkufizon shefi yt me gabimin që bëre përgjithmonë, apo të lejon të rregullosh veten gabimin që bëre dhe të vazhdosh përpara. Ky është dallimi pra midis një udhëheqësi toksik dhe një baze të sigurt. Okej? Sot kemi mbuluar shumë material, shumë terren. Vërtet kemi kaluar nga pushteti si frikë tek pushteti është siguri. Folëm për dallëndyshen, shqiponjen, të lësh fëmijët të jenë ata që janë, jo ata që ti ke nevojë të jenë. Folëm për kufit si mbrojtje, jo si kontroll. Dhe gjithë kuptuam se shëtitja në orën 3 të mëngjesit është një ide shumë e keqe, në fakt është një ide të mërshme. Thjesht
mbajeni foshnjën, konfirmojeni emocionet e tyre dhe ndihmojeni që të rregullojnë sistemin e tyre nervor, ju të tyrin, jo ata tuajin. Pra, kjo është sfida juaj për këtë javë, që është një mënyrë bërë një diagnostikim të vetes. Shikoni dinamikat e pushtetit në jetën tuaj, me fëmijët, me partnerin, me ekipin tuaj, me stafin, në punë, kolegët. Kur gjërat shkojnë keq, apo veproni si bazë sigurt, apo po rrshqisni ndoshta në hakmarrje me anë të përdorimit të pushtetit apo statusit apo pozicionit tuaj. Dhe pyeteni veten, apo përpiqem të zgjidh problemin apo po përpiqem të provoj se kam të drejtë. Kjo është pyetja e madhe që i ndan gjërat. Dhe mendoni për riparimin. Herën tjetër që ndodh një krisje në një marrëdhënie, përqendrojeni tek mënyra se si e mbyllni atë qark riparues. Sepse ajo aftësia për të falur, për të ecur përpara, ajo është fleksibiliteti më i lartë. Ky është pushteti i vërtet. Ajo është fuqia e vërtet. Faleminderit për kohën që kaluat me mua dhe shkoni e bëhuni një bazë e sigurt.